Konkursi për regjistrimin e nxënësve në vitin e parë në shkollën e mesme komunale Drita në Kërçov, i cili ka filluar sot në mënyrë elektronike për vitin shkollor 2026-2027, ka sjellë një ndryshim të rëndësishëm në ofertën arsimore të kësaj shkolle. Për herë të parë në konkurs nuk figuron drejtimi i makinerisë, duke lënë të kuptohet se ky profil është mbyllur. Sipas konkursit të shpallur, shkolla do të regjistrojë gjithsej 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën shqipe, të shpërndara në drejtimet: gjimnast, teknik i ekonomisë, teknik i farmacisë dhe teknik për elektroteknik dhe telekomunikacion. Ndërkohë, drejtimi i makinerisë, i cili në vitet e kaluara ka qenë pjesë e ofertës arsimore të shkollës, nuk është përfshirë fare në planin e regjistrimeve për vitin e ri shkollor. Ndërkohë, njëjti drejtim në shkollën e mesme komunale Mirko Mileski në Kërçov, ku mësimi ndiqet në gjuhën maqedonase, nga viti i ardhshëm mësimor do të realizohet sipas modelit dual, ku nxënësit e kësaj shkolle praktikën do ta ndjekin në termocentralin e Oslomej. Ditë më parë, televizioni Uskana për këtë çështje pyeti drejtoreshën e shkollës së mesme komunale Drita, Syarta Spahiu, e cila në përgjigjen e saj me shkrim deklaroi se shkolla i ka përmbushur të gjitha obligimet ligjore dhe procedurale, duke paraqitur me kohë kërkesat dhe planifikimet për vitin shkollor 2026-2027, përfshirë edhe kërkesën për këtë drejtim. Ajo më tej sqaroi se vendimet për numrin e klasave dhe paraleleve janë në kompetencë të komunës dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ndërsa shkolla vetëm ka paraqitur nevojat dhe kërkesat e saj. Ajo shton se optimizimi i paraleleve është një proces që po zbatohet në nivel shtetëror si pasojë e rënjes së natalitetit dhe lëvizjeve demografike, duke përfshirë emigrimin e popullsisë. Drejtoresha më tej vlerëson se paraqitja e kësaj çështje si problem me prapavi etnike apo nacionaliste nuk pasqyron realitetin dhe nuk mbështetet në fakte që lidhen me zhvillimet demografike dhe arsimore në vend. Për pasojat e mbylljes së drejtimit të makinerisë në shkollën e mesme komunale Drita, për televizionin Uskana disa muaj më parë ka folur edhe profesori Ismet Feza. Është fakt se interesimi ka qenë i dobët për gjatë gjithë historisë e ekzistimit të këtyre drejtimeve, interesimi i nxënësve nuk ka qenë në nivel të kënaqshëm, por duke pas parasysh nevojat Ministria e Arsimit duhet bëjë planifikimin për përgatitjen me kuadro për të nesërme. Dhe një drejtim i tillë ka qenë drejtimi i makinerisë, ku ne krenohemi me gjithë ato nxënës të edukuar, të shkolluar, të përgatitur me këtë drejtim. Ne nuk do kemi që ato në gjuhën e huaj si quajmë na usmajstorën për shkolla të nesërme. Nuk do të kemi kuadër të përgatitur as për ndërmarrjet komunale, që siç është në moment në Kërçov ndërmarrja komunales, ndërmarrje higjienike. Pastaj kemi edhe termocentralin e Oslomes, që kuptohet se kuadri më i nevojshëm, jo më i kërkuar, kuadri më i nevojshëm është kuadri i drejtimit teknik, sidomos të makinerisë. Edhe kuptohet me mos regjistrimin e këtyre nxënësve nesër nuk do të kenë të drejtë konkurruan pasi nuk kanë arsimin adekuat. Po diçka nuk është në rregull. Të interesuar sigurisht nuk ka edhe në mendoj numër të mjaftueshëm të nxënësve të interesuar, sigurisht nuk ka edhe në drejtimin e palës tjetër me mësim në gjuhën maqedone. Po këta politikanë shqiptarë që janë pjesë e qeverisë sot, mendoj se duhet më tepër të angazhohen dhe të shohin pasojat se çfarë mund të sjellë mbyllja e një drejtimi, se hapja është e vështirë, mbyllja është shumë e lehtë, sipas këtyre, po hapja është shumë më e vështirë. Kjo të shtej një arsyetim për mendimin tim absurd Ministrisë së Arsimit se nuk ka nxënës mjaftueshëm të interesuar për drejtimet teknike, dhe prandaj duhet mos bëhet regjistrimi vitin e parë, është vendim për mendimin tim plotësisht absurd, se ne e dim se interesimi më i madh është në drejtimin e mjekësisë,
sipas kësaj, pas interesimi është i tillë, domethënë i bie që mbi 80% nxënësve të regjistrojnë drejtimin e mjekësisë, dhe drejtimet tjera duhet të mbyllen.